shpjegime është më e madhe. Nga ana tjetër, besoj që është e qartë për gjithë që ky proces kërkon edhe një administrat apo një shërbim administrativ të kuvendit më cilësor. Kemi folur për reformën e brendshme në kuvend prej disa vitesh, janë bërë disa hapa, por një administrat e cila numëron rreth 350 vet, nga cilët rreth 300, në mos gabohem, janë në punës civil, është goxha e madhe në numër, në ndërkohë që bara e punës mbështetëse për komisionet, për deputetët, për kryetarin e kuvendit, bie padyshim mbi një numër shumë më të vogël se sa numri i përgjithshëm. Kjo kërkon një vëmendje të veçantë dhe nga ana tjetër, nëse për arsyet që i dim që lidhen edhe me sigurinë juridike etj. Të atyre që janë tani më aty, do duhen forca të reja, duhet të shtojmë forca të reja. Ekspertizë në funksion të komisioneve përkatëse për pikërisht çështjet që lidhen me negociatat. Në mënyrë që ai mekanizmi që folëm, që lidhet me koordinimin më të mirë mes qeverisë dhe grupit parlamentar të funksionoj ashtu siç duhet, do duhet që kryenegociatorja, zëvendës kryenegociatorja dhe skuadra negociatore të ketë një kundërpal që të ketë dhe ekspertizën e nevojshme. Dhe së treti për këtë pjesën e kuvendit,